Procesi i vetingut ndaj drejtësisë është mbyllur, por dyert e kolegjit të posaçëm do të qëndrojnë hapur deri në qershor. Kjo jo vetëm për shkak të mandatit, por edhe sepse së fundmi po vihet re një fenomen i ri. Ish gjyqtar dhe ish prokuror të shkarkuar kërkojnë rishikim të vendimeve duke u bazuar tek fakti që 2 ish anëtar të kolegjit të posaçëm të apelit janë gjetur fajtor nga drejtësia. Nga 29 ish gjyqtar dhe ish prokuror, që deri më tani kanë kërkuar rishikim vendimi pa pritur Strasburgun, pretendimet e 13 prej tyre do të shqyrtohen në një dhomë këshillimi këtë të martë. Kundërshtimi i të shkarkuarve, ku insistohet rihapje procesi në Shqipëri, lidhet drejt për drejt me 2 ish gjyqtar të kolegjit të posaçëm të apelit, Luan Dacin dhe Ardian Hajdarin, të cilët kanë qenë pjesë e trupave në KPA-s që kanë vendosur t'i largojnë nga sistemi. Por të dy ata konsiderohen të emëruar si gjyqtar pa ligj, bazuar në qëndrimin e Strasburgut, duke i dhënë të drejtë ish prokurorit Besnik Cani, ku u theksua se Daci kishte marrë detyrën e gjyqtarit të vetingut pa u kontrolluar e kaluara e tij, që do të thotë se ai nuk mund ta ushtronte një detyrë të tillë. Ish gjyqtari i vetingut Luan Daci u dënua me shërbim prove në Shqipëri për akuzën e falsifikimit të dokumenteve, mbasi u provua se gjatë garës si gjyqtari KPA-s kishte fshehur një vendim shkarkimi nga detyra prej ish këshillit lartë të drejtësisë. Ndërkohë që ish gjyqtari tjetër, Ardian Hajdari, ka bërë rekurs në gjykatën e lartë ndaj vendimit të apelit, që e dënoi me 1 vit shërbim prove për fshehje pasurie. Çdo vendim ku ata kanë marrë pjesë, po kundërshtohet me rishikim nga të shkarkuarit, të cilët më herët i kishin denoncuar në SPAK për të hetuar. Procesi i vetingut zgjati 8 vite dhe kaloi në sitat e trefishta 805 gjyqtar dhe prokuror, prej të cilëve më shumë se gjysma e tyre doli jashtë drejtësisë. Bëhet fjalë për 842 subjekte prej tyre, nga të cilët 268 u shkarkuan, 105 u dorëhoqën dhe 49 dolën pa vendim final.